prej qëllimeve të zbritjes së Kur'anit të Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe në netët e fundit përmendja më e madhe është përmendja e Kur'anit, gjë e cila është një gaflet i madh prej neve se na nuk e kuptojna qëllimin e Lejletul Qadrit. Shpeshherë na mendojna se qëllimi i Lejletul Qadrit është me ranë sejdë, me u lut, kam gjunahe, krejt tamam është kjo. Por nuk është qëllimi i Kur'anit kjo. Qëllimi i zbritjes së Kur'anit është për ta kuptuar secili njeri se çdo ajet që na e lexojmë tash këto ka të bëjë direkt me neve, ka zbrit për neve, na flet neve, për neve ka ardhur. Në fakti se na e mendojmë në start se nuk është për mu, po ka zbrit para 1400 kusur viteve, në start me njëherë na e përjashtojnë vetën. Me njëherë e përjashtojnë vetën nga xheneti i Allahut në tokë që është Kur'ani. Këshilla jeme këtu është me luftu me vetën, me i shëndru të gjitha temat që Kur'ani i ka, temat e kokës tonë. Lufta më e madhe e shejtanit me secilin prej neve është me na largu prej temave të Kur'anit. Kur'ani ka ardhur për tematizu mendjet tona, për t'i rëndit, për t'i rregullu mendjet tona. Nëse kur dalim prej xhamisë, hyp në vetur dhe shikimet anas, djathtës edhe majtës ta marrin vëmendjen, kur e çel telefonin, ndikohesh prej lajmeve të reja, për gjithë shka që është e kuqe, ndikohesh prej asaj, këtu e realizoj qëllimin e vetë me tematizu shejtani. Sikur që ka njerëzi në dunja që profilizojnë njerëzi, profila, karaktere, dhe bota merret sot me këtë punë, dhe çdo gjë që nxirret i prej dokumentarëve, e lajmeve, dhe filmave, dhe gjithë shka shë, krejt është qëllimi i profilizimit. Ti, në fund, me i pas disa tema prej temave në kokën tane, dhe ajo në gjuhën e sheriatit është quajt muzika Kurani shejtanit. Muzika është quajt Kurani shejtanit. Pse? E profilizon njeriun dhe temat ja formon në kokë dhe ai nuk del prej prangave të temave të përditshme. Botës apo njerëzit të cilët nuk janë të Kuranit, ata që kanë në Kuran diçka tjetër, na muslimanët të kena Kuranin, ata që kanë diçka tjetër, nuk i intereson kjo puna bëhet përmes muzikës, përmes lajmeve, përmes temave të përditshme, me rëndësi është me të largu prej temës. Kur të largohesh prej temës që duhesh me pas në kokën tënde, atëherë bash simpatizant i Islamit, bash tifoz fanatik ndoshta, ama larg prej sahabeve, larg prej Kuranit, larg prej gjallërisë. Suratu Furqan që u lezu tash në 4 rekatet e para e ka këtë tematikë. Me profilizu muslimanin, me bë profil të Kur'anit. Prandaj Allahu xhelle xhelalu e ka emërtuar Furqan. Kur'ani është vetë Furqan, se ti dallon. Në start ta mundson me pas cilësinë me i dallu sendet. Me i dallu sendet. Ky Kur'an ka refuzuar që Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu luftuesi më i madh i Islamit vetëm se bë musliman. Umar ibn al-Khattabi nuk u bë musliman prej shpatës. Ai u bë prej bindjes duke e ndëgjuar Kur'anin. Ishte armiku më i madh i Kur'anit. Por arriti Kur'ani dhe temat sahabët që i bënin, arriti që ai me kuptu se kjo është e vërteta. I kishte mjaftuar me ndëgju suratu Al-Haqqa, suratu Taha dhe disa sura tjera, që ai me kuptu se kjo është qëllimi dhe vazhdoi jetën e vet derisa arriti me që njeriu i tretë në Islam mbas Rasulullahit alayhis salam, mbas Abu Bakrit, ishte Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Se u profilizon në Kur'an. Edhe na kur dalim prej xhamisë, po jena të falë namaz natë, kur dalna prej 10-shit, kur dalna me Bajram, atëherë duhet me dalë me profilizim të vetës na temat tona në kokë, i kemi temat e Kur'anit. Dërsa tja shesa Allahu xhelle xhelalu sa shpesh e përmend qiellin, tokën, hanën, diellin. A keni mendu
24 orë e bëjnë ditën, apo? Na kena ditë. Njësit për njësiteve të jetës son. Allah e përmend Kur'an këtë. Dhe na e dim se çka është dita, apo? Rrotullimin që e bën toka rreth vetës. 24 orë. Këta njerëz e shohin me sy, e din. Dhe Allahu xhelle xhelalu e përmend khilfeten, ndrohen nata dhe dita. Këta e mësojnë. Mujin e dina. Mujin është hana. Njerëzit e kanë mësuar mujin përmes hanës. Për 30 ditë apo 29. Hana mbaron krejt. Dhe bota e sheh. Allahu xhelle xhelalu ka kriju këtë satelit. Hanën që njerëzit me mat mujin. Vitin po e dina, se viti e bën rrotullimi rreth diellit. E javën, a keni menduar për javën ju? Javën kush përfundon? Ku përfundon? A din dikush ta çojë dorën? Java, kush e ka guximin tash, mos u totni. Java, ç'ish është në Islam? Prej nga ka met java, 7 ditë. Java ka mbet prej krijimit të qiellit dhe tokës. Që do të thonë se java është më e vjetër se këto. Fi sittati ayyam, Allahu e krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë. Që do të thonë se njeriu në brendin e vet, në ADN e vet, e din kët, po e ka harru. E kanë harru njerëzit, sikur që kanë harru Allahun, krejt to, që sa adhurojnë sot, që se besojnë Kur'anin, këta kanë harruar botën e shpirtave, këta nuk e kujtojnë hiç. Këta mendojnë se përgjithmonë në botë kanë me met. Kur'ani ka ardhur mi nxjerr njerëzit prej këtij ritëm të jetës, prej këtij profilizimi në diçka tjetër. Me na kthie ka ahireti. Me na ndru kiblën, ka kibla e vërtet, jo ka kibla e dunjas. Kjo është qëllimi i Ramazanit, kjo është qëllimi i natës Kadrit, kjo është qëllimi i netëve të 10 të fundit. Kjo është qëllimi i leximit të Kur'anit, me ndjej Kur'anin gjallë në jetën tënde, se mua edhe ty na fol Kur'ani direkt. Allahu na fol direkt. Suratul Furqan, prej surave të mesme në Kur'an që është, dhe prej surave të mesme në Mekë që kanë zbrit. Që tregon direkt, dhe ti e sheh se temat e Kur'anit, që temat nëse i merr në Suratul Furqan janë të lloj-llojshme. Ta lidh Allahu me hanën, diellin, qiellin, krijimin e botës, ta lidh më një herë, thot, fale namazin. Frigojo Allahut. Dallohet vërtetën. Mos rri me ata, mos devijo. Drejtohu, bëhu rob i mirë. Allahu t'i fal krejt mëkatet. Më të fol çfarë lidhje ka me diellin tash? Ka shumë lidhje. Ndërsa temat e botës, ata që se kanë Kur'anin imam, ato direkt thojnë, nëse besojnë, na usos. Dhe të mos shko mas asaj. E o vëllazër, cilin stil tjetës du të me ndjekne atash? Ka du të me shkuet? Ka cili stil? A stilin e Kur'anit? Apo stilin e jetës së thatë të kësaj bote që e ka qëllim dikush ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Allahu ka thonë, e njohin të jashtme në kësaj bote. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dhe ata janë gafila në gjumë për ahiretin. Pra Allahu ta lidh hanën, diellin, qiellin, krejt. 7 ditë që i kemi, këtu është ajo. Pra dita, java, muji, viti edhe tjerat. Allahu e dinat. Me mia vite. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. E një ditë te Allahu është sa 1000 vite që ju i llogaritni. Kjo është madhësia e Allahut, madhësia e tij, xhalla xhelaluhu. Ne jemi shumë të vegjël. E para mendoj vëllazër, kjo krijesë e vogël e njerit, kur nuk është tematike dhe nuk është e profilizuar, mundohet me i kuptuar ato mija, miliarda vitet të krijimit, ndërsa nuk është i gatshëm me mendu për senet që janë para syve të veta. Mundohemi me dhënë përgjigje në sekundin e tretë të Big Bangut çka pas ka ndodhur, ama nuk mundohet me mendu për me adhuru Allahun xhela xhelalu dhe ahiretin. Kjo është njëri. Kjo është shpjegimi materiali i botës. Komunizmi dhe sisteme tjera, demokracie, çka mos këto, nuk janë diçka tjetër vetëm se shpjegime materiale të jetës. Shpjegime materiale të jetës. Kjo, material. Nëse Allahu xhela xhelalu na tregon për botën kur kemi qenë shpirta dhe na tregon për botën e ardhshme përfundimin ton, prandaj ta lidh hanën, diellin, javën, krejt ta lidh me një herë me ahiretin tant, me namazin.
Mund është me qenë shkencëtari më i madh në botë, miliarderi më i madh në botë, që ki shiu këtë aventurët e botës, nëse nuk ke ra sejdë, s'ke provu kur gjë. Nëse nuk ke ra sejdë, s'ke provu kur gjë. Ndërsa te edhe unë na e provojnë këta. Na e provojnë këta. Se nuk ka mundësi njëri me shiu kënaqësinë e shpirtit vet. Dhe aventura më e madhe në këtë dynjë dhe në ahiret është me qenë robi i Allahut. Me menduar ajetet e Kur'anit, me i lidh ato. Lidhi Allah. Nuk është kusht me çoj hoxh. Lidhi, merri, lexoj, shkruaj. Në fund mundesh me vet hoxhën. S'prish punë. Në fund, nëse ke keq kuptuar diçka, sikur që kanë keq kuptuar edhe sahabët radhiyallahu anhum. Njerëzit kanë qenë, kanë shkuar te Resulullah alayhis salam, e kanë pyet, janë friguar. Dhe kur kanë dëgjuar fjalën e Allahut, walem ata të cilët nuk kanë bë amanu, kanë besuar në Allah dhe lem yelbisu imanahum bi dhulmin, se kanë njollos imanin e vet me zullum, janë friguar për veten, kanë thonë kush ka pas zullum prej neve. Që dhe me thonë se Kur'ani ka qenë shumë afër. Temat e Kur'anit kanë qenë shumë afër. Andaj kujdesemi sot për temat tona, çfarë tema jemi duke folë. Shumë të ki për muslimanëve që flasin temat Kur'anit, mi pa tema si përfatësore. Nuk ka tema thella. S'ka tema për qëllimet e shariatit. S'ka tema çka deshti Allahu prej muë në këtë ajet. Shumë të sot kije ligjëratat tefsirit. Tefsiri është pak më i gjanë, që të regon kuptimin e ajetit. Mirë, kur e lexon ti Kur'anin para se me kuptu tefsirin, dush me kuptuat çka deshti Allahu për këtij ajet. Para shtë vetës këtë pyetje. Çka deshti Allahu prej muë me këtë ajet? Se cili ajet na fol krejtëve neve. Prej elhamdulillahi rabbil alamin. Kur ta lexosh në farz, imami hesht, nuk ndëgjohet, apo ti e lexon se ki rukun shtyllët namazit, prandaj ka ardhur elhamdulillahi rabbil alamin. Çka deshti Allahu me elhamdulillahi rabbil alamin për mua? Ar-Rahmanir Rahim, çka deshti Allahu? Ghayril maghdubi alehim waladdallin, çka deshti Allahu? Kështu para shtroj vetës. Thuaj vetës, çka deshti Allahu prej mua? Prandaj gëzohu dhe parfumosu, përgatitu, ndrequ, rregullohu, sikur që shkon darsëm, çashtu përgatitu kur të nisish me lexu Kur'anin. Prandaj Imam Maliku rahimahullah nuk kishte ardhur në Medinë me tregu hadithin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është pastruar tamam sikur me hidhandër. Është rregulluar, është ndreq, tamam shumë më mirë se kjo. Na përgatitemi për shumë sele dunjas, apo? A dukna mirë? A isha mirë? Le të përgatitemi për Allahu xhalla xhelaluhu. Le të përgatitemi për temat që i kemi. Se vallahi billahi bashkëtimi këto është. Mashtimi më i madh që bëhet në këtë dynjë të njeriu është kur temat tona ngjiten një nga një. Vjen një temë, edhe një temë, edhe një temë, edhe një temë, ato temat nuk nalen. Temat nuk nalen. Animon sot në botën dinamike. Temat nuk nalen. Mi po ti dush me ndal si musliman me temat e Kur'anit. Sahabët radhiyallahu anhum e kuptuan këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj kur e lexonin Kur'anin, e lexonin me këtë tematik, me këtë profilizim. Dhe u shëndruan në njerëz të cilët kishin hecë në tokë, dhe atë ishin Kur'ani, sikur që ju kujtu kjo Aisha radhiyallahu anha për sjelljen e pejgamberit alayhis salam, e tha ai ishte Kur'ani që kishte hecë nëpër tokë. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ti e ke sjellën më të lartë, më të madhe. Çka është qëllimi? Se ai çdo ajet që kishte lexuar për vete, duke e ditë se çka kërkon Allahu prej mua. Pra një pyetje shumë e thjeshtë. Nëse ja parashton vetës, mendoj që 90% e tefsirit ti e kupton. Mendoj që 90% të tefsirit, komentimit Kur'anit ti e kupton, mbet diçka shumë e vogël, edhe pse ti nuk e di arabisht. S'është kjo problem. Nuk është ndaluar kjo që besimtari me qenë për atyre që Allah ka thonë afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha, a kanë ata në zemër ndryna? Pse nuk e tematizojnë Kur'anin? Kjo është qëllimi. Tadabbur, do të thonë me tematizu Kur'anin në mendje, me bë temë, top temë. O vëllazër, sado që të mendojnë ana që nuk ka dikush pas perdeve, ka njerëz pas perdeve që mundohen me të tematizu temat në kokën tonë. A ka? Po valla ka. Nuk i ka hije besimtarit
që i beson Allahut, ne i besojmë Allahut, ne kemi Zot Allahun xhel xhelalu. Allahu do të më qenë ai i cili ne i tematizon temat neve në kokë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me i tregu temat cilat janë në kokën tonë. Pa ne kena problem në namaz më koncentru. Problemi në namaz është se ti nuk i tematizum jashtë namazit. E tash i të dasht për një herë, sikur 10 vjet dikush s'ka vozit. E ka lejën krejt, 10 vjet nuk ka vozit. Po ai s'din me qit as parën as ditën. Ai të merr qaf, 10 vjet nëse s'ki vozit, problem është. Ki haru me vozit. Nuk mundesh më një herë. Kështu është puna e tematizimit temave. Andaj duhet me qenë i lidhët. Dhe temat tona që i formojna, nuk duhet me na i formua ajo pjesa interesante filan meselja ish. Hoxhoj në rrugë me berberin, tu mi hek flokt, një mesele a bën. Dhe shumica e pyetjeve që i bën hoxhallarëve, kur rrokën me zveti 2 veta, hajde shkojna vetë në hoxhë. Po do të më dalë për kësaj pak ma lartë pak se kjo. Domethënë, temën ta formon ti berberi, apo? Taksist ta formon. Me respekt për gjithë njerëzit. Po, s'është tema ajo. Temën ta formon komenti, një koment janë rrok njerëzit në internet. Au pa hana su ka pa. Edhe tash 1 vjet na rreth çasaj që musit. Atëherë do të shndrohemi në Beni Israil. Atëherë do të shndrohemi në Beni Israil. Merri këshirin Kur'an, çka fol Kur'ani për temat e Beni Israilve, çka kanë vetë ata. Allahu xhalla xhelalu ka thonë, prej një lop, ka thonë çfarë lop është ajo? Si duket ajo lop? Prej nga është ajo lop, derisa e kanë paguajt me ari 2 fish. Nëse i ka pas 500 kg, 1 ton ari është dashur me paguajt. Na po shndrohemi vetë në Beni Israil. Për temën e temës. Për këtë tema. Shumë më rëndësi është tema ahiretit. Çka don Allahu prej mua? Nëse ishmi angazhuar me ahiretin ton, me profilet tona, me temat që i kemi në kokë, me kualitetin e ligjëratës, me kualitetin e temave, me kualitetin e imanit ton që kemi, do të kishim si njerëz të tjerë. Prandaj kujdesim nga kjo sipërfaqësi. Kujdesim nga leximi i Kur'anit sipërfaqe. Kujdesim nga dëgjimi i ligjëratave sipërfaqe. Kujdesim nga dëgjimi i ligjëratave dhe leximit të librave kuriozitet veç. Ka njerëz në dunjë sa veta janë kanë luftën e Bedrit. 313 quiz, nuk ka islami quiz. Prandaj nuk ju veta për taunë. Unë ju veta, ju pyeta juve me qenë bashkë pjesë e asaj me mendue. Me mendue që me u bë pjesë e jetës son Kur'ani. Nuk ka qëllimi teknik në islam, i di ke çka hadith ai. I di ke çka ajete, çka faqet Kur'anit përmend që ka mësu. Nuk ka qenë kjo angazhimi i sahabëve radiallahu anhum. Angazhimi i tyre ka qenë profilizimi që ka bërë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam te sahabët, ndikimin që ka bërë për këto njerëz, edhe kur kanë dalë prej xhamisë e kanë menduar Kur'anin edhe te shtëpia e vet. A kanë pas fëmijë? Po. A kanë qenë njerëz? Po. A kanë bërë gjunahe ata? Po, edhe ata kanë bërë gjunahe. Njerëz kanë qenë ata. Kanë pas dëshira dunjos? Po. Allahu xhalla xhelalu atyre ju ka thonë: "Minkum men yuridu ad-dunya wa minkum men yuridu al-akhirah." Kishte për ju që e dështën dunjan. Njerëzit janë ata, mirë po këto njerëzit kanë jetuar me Kur'anin dhe temat që i kanë formuar mendjen e vet i kanë pas të Kur'anit. Kështu është edhe sunetit, kështu është edhe sirrës. Nëse si musliman arrim me i bë temë e jona e përditshme, temat e vërteta thella të Kur'anit, atëherë jemi në rrugën e drejtë, jemi në rrugën e sahabëve, dhe edhe nëse bëjmë gabime teknike dikon, apo edhe gabime në akide nëse kemi dikon dvogla, jo gabime të mëdha me Allahun xhalla xhelaluhu, Allahu subhanahu wa taala na i fal dhe kena me ardhë e vërteta. Nëse Kur'anin nuk e marrin si libër që na profilizon, na i ndërton temat neve dhe mendimet tona, shumicat, na i lufton ato të jetës përditshme, sepse jeta sot është bërë dinamike. Ti e qel telefonin me thirr dikan, ama e shë lajmin interesosh për lajmin, e harron kanë ti dash me thirrsit. Harron krejt, e harron punën tonë krejt. Kështu është bërë jeta. Dhe kjo është jeta jonë. Prandaj të keni kujdes, sepse ky Kur'an që na e lexojna e shohim se në fund e formon një njeri krejt tjetër. Nëse temat tona na i formon dikush tjetër, atëherë kanë frikë se na e formon edhe rrugën për në xhehenem. Na e formon edhe rrugën e devijimit. Na e formon edhe rrugën e besimit. Ka ndiku te ti, te on të tjertë, se ki kuptu këta heq, derisa shëndrohet muslimani në një Beni Israil, që ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në atë kohë,
nëse futën edhe birën hardhucës, do të futën edhe ju. Ata janë marrë me këtë temë, me kësë lloj temash. Ndërsa muslimani i vërtet merret me temat e ahiretit, nuk merret me temat të cilat ja bën hazër dikush, të gatshme dikush. Walhamdulillahi rabbil alamin.